qasje, në këtë rast edhe atë që ka ndodhur sot ndërkohës. A është akt i mirë për Kosovën? Absolutisht, nuk do të diskutojmë. Unë mendoj se çdo afirmim i Kosovës në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në lidershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është çështje që duhet trokitur. Fundja, Kosova ekziston sot si shtet i lirë dhe i pavarur, përkrahjes së parezervë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që nga fund vitet të mes vitit 1980 e tutje. Ajo që duhet të mos e harrojmë asnjëherë është fakti se politika e jashtme amerikane ka fshirë Kosovës ka pas një lloj konstante të përkrahjes dupajshme, bipartizane në Shtetet e Bashkuara, si nga republikanët ashtu edhe nga demokratët. Inkuadrimi i Kosovës në bordin e paqes të themeluar nga presidenti Trump është lajm jashtëzakonisht i mirë për Kosovën. Besoj se duhet parë nga syni i perspektivës të shtetit tonë, përtej secilit politikan dhe secilit individ, mënyrë që ajo që ne benefitojmë si shtet, ajo që ne përfitojmë si shtet, nga antarësimi jo në bordin e paqes reflekton një stabilitet, qëndrueshmëri dhe mbi gjitha afirmim ndërkombëtar të shtetësisë së Republikës së Kosovës. Pse vetëm Kosova nga Ballkani? Bislimi, pse vetëm Kosova nga Ballkani? Pse? Jo, nuk është vetëm Kosova nga Ballkani, edhe Shqipërinë që është ftuar në bordin e paqes. Po është ftuar, nuk mori pjesë. Nuk mori pjesë Shqipëria. A ka marrë pjesë Shqipëria, ka marrë pjesë Shqipëria, nuk është më shumë relevante se fakti që Shqipëria, që është lajm i mirë po ashtu